Kam lindë në Kosovë, kulturën e kam kosovare. Ja kam filluar 13 vjet përpara, ka qenë ëndër, prapë është sot ëndër. Shumë jam krenar me qenë këtu njerëzit më të suksesshëm në Zvicër. Halo më shumë shqiptar kanë me qenë më të suksesshëm. Dy personave që krijon ora artizanale në botë është shqiptar. Heroi i vitit 2025 të komunitetit Swiss Alps ka qenë si vjet Gjerdan Shaqiri. Kam lindë në Kosovë, kështu që kulturën e kam kosovare. Sot për sot jetoj në Zvicër. Ishte interesant me pas këto dyja së bashku. Shumë kënaqësi me u këtu. Ka qenë një organizim shumë i mirë, të mbledh plot talented people. Ishte kënaqësi që të jem nga ta. Sikur plot shqiptar këtu sonte, domethënë kemi pas në jetë ndoshta ndonjëherë pak vështirë ose diferente, nëse folëm sot për Zvicër, po kemi ndoshta qatë kulturë, qatë vullnet, qatë motivim, më kupton që kemi prej atjet, dhe këtu më merr mendja, kemi në Zvicër kemi posibilitet pak më shumë, është një mbledhje interesante, për çdo më merr mendja se sot kemi më shumë shqiptar të suksesshëm. Ja kam filluar 13 vjet përpara, ka qenë ëndër, prapë është sot ëndër, domethënë me pas një mirë njohje, për mua është kënaqësi dhe motivim, domethënë për me mujt më shkut e para, pse se nuk është lehtë, domethënë kemi një tradicion, ta respektojmë, kemi një lami që duhet orë, muaj, vjet, që ta bëhemi profesional, kështu që më merr mendja se sonte e pash se plot persona e kanë kuptuar dhe është ai kënaqur që mora këtë film. Shumë i lumtur më konë pjesë e Swiss Alpsit, me marrë edhe trofejen dhe shumë jam krenar me qenë këtu. Jam shumë i bindur që edhe halo më shumë shqiptar kanë me qenë më të suksesshëm edhe ndripojnë halo më shumë për vendin, po edhe për Zvicër. Është viti i parë që po vi edhe kom kalu jashtëzakonisht shumë mirë. Ne kem lidh një bashkëpunim ngusht bashkë me Arbelen për parimin që edhe stand-up comedy festival bashkëpunon tash me Swiss Alps. Unë jam ardhur në Swiss Alps si udhëheci i kulturës për ta, ndërsa Arbela është ardhur nga na në Zurich Hip Hop Comedy Festival, edhe kem bënë një bashkëpunim, një farë partneriteti me qujt ashtu, kështu që sa më shumë të organizohen ngjarje të tilla edhe aktivitete të tilla, përfituesi më i madh janë shqiptarët e Zvicrës, shqiptarët që jetojnë në Zvicër ose në diasporë. Është interesant që ka pasat shumë figurat njohura, sa që ndoshta disa i ke taku ose jashtë ose me një pauzë, ose kemi pa edhe ma vonë për intervista, ose kemi ndëgjuar që ka qenë edhe ky ose ai. Kjo është e mira, kur shef në mesin e tonë këtyne njerëzve që kanë arritën në fushat ndryshme, i shet duke u mbledh bashkë, edhe secili që ka dalë në bynë ose secili që ka folë diçka ka thonë që është një emocion i veçantë, edhe kjo është një diçka që të bëmë një mirë që nuk janë më shqiptarë që kanë qenë para 15 viteve ose 10 viteve, po është një epokë e shqiptarëve edhe është epoka jonë, edhe për fat mirë çdo ditë më shumë po ngritemi më lart. Është viti pas që e majna Swiss Alps Award Gala Night, do me thonë një mbrëmje ku i ndajna çmimet prestigjioze. Për herë të parë kemi pas çmimin sot për në fushën e akademisë, që ka fituar një vajzë që ka shkruar doktoraturën e saj. Tani çmimi i ndërmarrësisë që ka fituar Xhebre Xhepi, një prej dy personave që krijon ora artizanale në botë. Është shqiptar, një krenari e madhe, plus heroi i vitit 2025 të komunitetit Swiss Alps ka qenë si vjet Gjerdan Shaqiri, edhe kjo u ka një wow shumë i madh, kështu që faleminderit krejt që kanë marrë pjesë.